Përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV me një ritëm shumë të shpejt, duke sjellur pranë jush të gjitha ngjarjet, diskutimet, momentet, qoftë nga ato më epiket apo më të bukura që ndodhin në shtëpinë e Big Brotherit. Dita e sotme për dy banorë është një ditë shumë e rëndësishme, një ditë që do të vulosën fatin e tyre dhe në këtë rast kemi të bëjmë me Laert Vasilin dhe Egli Takon. Ndryshe nga Egli, e cila ka mbështetjen nga gjesti brenda kësaj shtëpie, Laerti sot mori mbështetjen nga ndjekësit e tij jashtë, të cilët janë të zjarrt realisht për Laert Vasilin për të qenë finalist edhe për të qenë fitues i këtij reality show. Një dron i cili mbërriti pak minuta para në shtëpinë e Big Brotherit ishte një surprizë e bukur për Laertin, ku në dron shkruante fisnikëria nuk bërtet. Ishte mbështetja më e madhe që Laert Vasilit i kanë dhënë ndonjëherë me një foto të përzgjedhur nga shtëpia e Big Brotherit. Laerti u gëzua shumë, edhe pse po qëndronte me Rozanën në verandë dhe po merrnin vitaminën D në këtë ditë të bukur kaq me diell. Laerti u surprizua dhe në fakt nuk e priste që ky dron do të vinte enkas për të. Ishte çuditërisht i mahnitur se sa e duan shqiptarët, sa e respektojnë dhe çfarë vlere i japin Laert Vasilit. Banorët e pritën jo me shumë kënaqësi. Për këtë dronin u gëzua shumë Rozana, u gëzua shumë Danja, të cilët e pritën këtë momentin, por u gëzua edhe shumë Laerti. Me sa e di unë në të gjithë këtë Big Brotherin, ky është droni i dytë i cili vjen për Laertin, por e pash që droni solli një ndikim të frikshëm në fakt tek Egli në fytyrën e saj, sepse mënyra kur droni vjen në shtëpi, banorët e përdorin si një super fuqi. Kush është banori i cili ka dron në shtëpinë e Big Brotherit, është banori i cili është më i fuqishëm jashtë, është më i dashur jashtë, është më i respektuar jashtë, dhe në këtë rast ato mendojnë që Laert Vasili është banori më i respektuar dhe në fakt e shikonin me frikën se mos vallë Laerti do të jetë një finalist i natës së sonte. Kjo gjë pak i trazoi ujëra, do të shohim se ardhja e dronit do të ngret diskutim në Big Brother, sepse kur kanë ardhur drona për gjestin, për Eglin, ka patur gjithmonë pas saj diskutim, do thënë banorët nuk e kanë pritur mirë, po shoh një lloj afrimiteti dhe sinqeriteti me Rozana Radin ndaj Laertit dhe në këtë le të themi marrëveshjen që Rozana ka bërë me Laertin jashtë shtëpisë së Big Brotherit, tani më po u del ajo në thonjza fytyra e vërtet që ato të dy njihen bukur nga jashtë, edhe ka një shoqëri shumë të mirë, edhe pse prifti atë Nikola Xhufka e nxori këtë gjë. Domethënë për Laert Vasilin ka qenë një ditë shumë e bukur sot, ka qenë një ditë pozitive. Fansat e tij u treguan besnik ndaj Laertit, duke surprizuar me një dron i cili ishte në mbështetje dhe në super fuqi për të. Do ta shohim ditën e sotme, do të ketë një dron edhe për Eglin, sepse mbështetja e banorëve nga jashtë shtëpisë Big Brotherit është një super fuqi e bukur. Tani banorët e tjerë thonë që për gjestin nuk lejohen drona, nuk ma merr mendja që mund të bëhet një padrejtësi e këtill. Dua të sqaroj këtë pjesën, nuk lejohen informacione nga jashtë në drona, ndërsa drona lejohen pa asnjë lloj problemi. Drona me mbështetje, me komente për lojën e tyre, për mbështetjen e tyre, por me informacione nga jashtë, drona nuk lejohen në asnjë mënyrë. Si komentoni ardhjen e dronit të Laert Vasilit dhe çfarë energjie do t'i jep ky dron Laertit brenda kësaj shtëpie dhe mbështetjen e Rozanës në këtë mes?